Përshëndetje miq të dashur. Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme që do t'ju prek thellë zemrën, ju lutem, mos harroni të lini një koment më poshtë me mendimin tuaj, të shtypni butonin e pëlqimit dhe të ndani këtë video me të gjithë ata që kanë nevojë për një mesazh frymëzimi. Historia e sotme është aq e veçantë saqë do doja ta dëgjoni deri në fund. Tani le të fillojmë. Kur Arben Muça u ngrit në atë mëngjes të ftohtë të shkurtit të vitit 2015, dielli i bardhë i dimrit ende nuk kishte lindur mbi malet e Shqipërisë së Veriut. Ishte ora 5 e mëngjesit dhe ajri i thartë i fshatit të tij, theth, i depërtonte kockave. Nëna e tij, Lule, ishte zgjuar edhe më herët, siç bënte gjithmonë. Zjarri në sobë tashmë kishte filluar të ngrohë domën e vogël ku jetonin së bashku. Ai, nëna, babai i moshuar dhe 2 motrat e tij më të vogla. Arben, bir, a je i sigurt për këtë? Pyeti nëna me zë të përmbajtur, ndërsa lëshonte duat mbi cepin e pelhurës që po palosja me kujdes. Sytë e saj të kaltër, të njëjtë si të tij, ishin të mbushur me një përzierje shqetësimi dhe krenarie. Arbeni e shikoi nënën e tij dhe buzëqeshi me butësi, edhe pse zemra i rrahte fort. Ishte 30 vjeç, i pamushur ende, por shpatullat e tij të gjëra mbanin tashmë peshën e përgjegjësive familjare që i kishin rënë mbi supe pas viteve. Babai i tij, Pjetër, kishte punuar në minierën e Repsit për 35 vjet, derisa mushkritje ishin dëmtuar aq shumë saqë tani mezi merrte frym. Pensioni i tij ishte aq i vogël saqë mezi mbulonte ilaçet. Mami, nuk ka zgjidhje tjetër, ju përgjigj Arbeni duke veshur xhaketën e tij të vjetër të leshit. Këtu nuk ka punë, këtu nuk ka të ardhme. Motrat ka nevojë të shkojnë në shkollë si duhet, babai ka nevojë për mjek më të mirë, unë duhet të shkoj. Lule mbajti frymën, pastaj u afrua dhe përqafoi fort. Zoti të ruajt bir, Zoti të mbrojt nga çdo e keqe. Atë ditë, Arbeni u nis nga shtëpia e tij me vetëm një çantë të vogël në shpinë, pak rroba, një fotografi familjare dhe shpresën që Italia, vendi që kishte dëgjuar kaq shumë histori për të, disa të mira dhe shumë të këqija, do t'i jepte mundësinë që kërkonte. Udhëtimi nga Shqipëria në Itali nuk ishte i lehtë. Arbeni kishte kursyer për muaj të tërë nga punët e rastësishme që kishte bërë, nga puna në ndërtim, te mbledhja e pemëve, te çdo gjë që mund të gjente. Kishte grumbulluar mjaftueshëm para për të paguar një udhëtim, ose kështu i kishin thënë. Në portin e Vlorës, natën vonë, ai u takua me 10 shqiptar të tjerë që po kërkonin të njëjtën gjë, një jetë më të mirë, një mundësi të re, një shpresë që në Shqipëri dukej se po shuhet me kalimin e viteve. Ishin të gjithë të heshtur, secili i zhytur në mendimet e veta, ndërsa prisnin në arsir për gomonin që do t'i çonte në Bregdetin italian. Në rregull të gjithë, nuk ka zhurmë, nuk ka panik, tha një burr me mjek të dendur që fliste me një theks të fortë jugor. Ai ishte organizatori, njeriu që Arbeni kishte paguar një shumë që për të ishte gati gjithçka që kishte. Udhëtimi përmes Adriatikut në atë gomone të mbipopulluar, nën yje dhe me zvalve që tronditnin anijen e vogël, ishte një përjet që Arbeni nuk do të harronte kurrë. Disa qanin, disa të tjerë luteshin, ndërsa disa thjesht moshtonin syt, duke vështruar në errësirë në me shpresë. Heshtje. Të tjerët luten. Ai mbante fort fotografinë e familjes në xhep dhe mendonte për nënën, për babain, për motrat. Unë po e bëj këtë për ju, për shpëritin e vete. Pas 6 orësh që dukeshin si një përjetësi, Bregdeti italian u shfaq në horizont. Ishte agim dhe dielli po ngjitej ngadalë mbi detin. Ishte një pamje e bukur, por për Arbenin ishte më shumë se kaq. Ishte fillimi i një kapitulli të ri. Kur arriti në Bregdet, Arbeni e kuptoi shpejt se Italia që kishte imagjinuar në mendjen e tij ishte shumë e ndryshme nga ajo që e priste. Pushtetarët italianë i morën të gjithë emigrantët dhe i çuan në një qendër pritje ku do të kalonin ditë të tëra duke pritur për dokumentet e tyre të parë. Kushtet në qendrën e pritjes nuk ishin të këqija, por as të mira.
Ishin 10 njerëz nga vende të ndryshme, Siria, Afganistan, Afrika, të gjithë duke pritur për të njëjtën gjë, një fillim të ri. Arbeni nuk ankohej, ai ishte mësuar me vështirësi. Por natën kur shtrihej në krevatet e ngushtë dhe dëgjonte zërat e huaj përreth tij, ai ndihet i vetmuar dhe i largët. Pas 2 javësh, Arbeni mori lejen e parë të qëndrimit të përkohshëm dhe një adresë ku mund të shkonte, një qendër pritjeje në periferi të Romës. Atje, ai u takua me emigrantë të tjerë shqiptar, njerëz që kishin kaluar të njëjtën rrugë si ai, që flisnin të njëjtën gjuhë dhe që ndanin të njëjtën ëndër. "Këtu duhet punosh shumë vlla", i tha një njeri moshuar nga Shkodra që kishte ardhur në Itali 10 vjet më parë. "Por nëse je i fortë dhe i ndershëm, do të gjesh diçka. Italianët respektojnë punën e palodhur." Arbeni dëgjoi me vëmendje. Ai ishte i vendosur, nuk kishte ardhur deri këtu për të dështuar. Ditët e para në Rom ishin një sfidë e madhe. Arbeni nuk fliste mirë italisht, vetëm disa fjalë bazë që kishte mësuar nga filmat dhe televizori. Por ai ishte i shpejt në të mësuar dhe i vullnetshëm për çdo punë. Çdo mëngjes, ai zgjohej në ora 5, vishej dhe dilte në rrugë. Kishte një flet letre në xhep ku kishte shkruar: "Kërkoj punë, jam i fortë dhe i ndershëm, mund të bëj çdo gjë." E kishte shkruar edhe në italisht, me ndymën e një shqiptari tjetër. Ditët kalonin dhe refuzimet ishin të shumta. "Nuk kemi nevojë, ktheu nesër. Na vjen keq por po kërkojmë dikë me përvojë." Çdo refuzim ishte një goditje, por Arbeni nuk kishte dorë. Në mbrëmje, kthehej në strehimoren ku flinte i lodhur dhe i zhgënjur, por kurrë i mposhtur. Në javën e tretë, fati filloi të ndryshonte. Një mëngjes, ndërsa ecte përmes një sheshi në lagjen Trastevere, një romak i moshuar po përpiqej të ngarkonte disa kuti të rënda në një furgon. Arbeni u afrua menjëherë dhe me gjeste i ofroi ndihmën. "Grazie ragazzo", tha i moshuari, duke buzëqeshur. Ai e prezantoi veten si Giuseppe Rossi, një pronar i një dykani të vogël të pemëve dhe perimeve. Pas një bisede të shkurtër në italisht të thyer dhe me gjeste, Giuseppe i ofroi Arbenit punë për atë ditë, 10 euro për të ndihmuar me ngarkimet. Arbeni e pranoi me entuziazëm. Punoi gjithë ditën pa u ankuar, duke ngarkuar, shkarkuar, pastruar dhe bërë çdo gjë që i kërkohej. Giuseppe e vëzhgoi me vëmendje dhe në fund të ditës i tha: "Ti punon mirë, eja përsëri nesër." Një ditë u bë një javë, një javë u bë një muaj. Arbeni filloi të punonte rregullisht për Giuseppen, duke fituar pak para, por mjaftueshëm për të dërguar diçka në shtëpi dhe për të paguar një dhomë të vogël në një apartament të përbashkët me 3 emigrantë të tjerë. Jeta në Itali nuk ishte e lehtë, edhe pse Arbeni kishte gjetur punë. Ai punonte nga mëngjesi deri në mbrëmje, shpesh 7 ditë në javë. Dhoma ku flinte ishte e vogël, e lagësht dhe e ftohtë në dimër. Ngrohja ishte e kufizuar dhe ai shpesh flinte me rroba për të mbrojtur nga të ftohtit. Por çdo ditë që kalonte, ai mësonte më shumë italisht. Dëgjonte me vëmendje klientët që vinin në dyqanin e Giuseppes. Mësonte fjalë të reja, shprehje të reja. Giuseppe ishte i durueshëm dhe ndonjëherë e korrigjonte me dashuri, duke e trajtuar si një nip. Në mbrëmje, kur kthehej në shtëpi, Arbeni telefononte familjen. Zëri i nënës së tij ishte gjithmonë plot shqetësim, por edhe plot dashuri. "Si po shkon bir?" "Mirë mami, po punoj dhe po mësoj. Së shpejti do të mund të dërgoj më shumë para." "Mos u shqetëso për ne Arben, ti kujdesu për veten. Hani mjaftueshëm? A ke vend të ngrohtë ku të flesh?" Arbeni gënjente shpesh për kushtet e veta, sepse nuk donte që nëna të shqetësohej. Por në fakt, ai kalonte ditë të vështira. Ka momente kur ndihet i pafuqishëm, i vetmuar, i lodhur nga puna e rëndë. Ka momente kur mendonte se a ja vlen të jetë aq larg familjes, por pastaj mendonte për motrat e tij, erën dhe lindën, që kishin nevojë për shkollë, për lubra, për rroba. Mendonte për babain e tij që gulçonte çdo natë dhe kishte nevojë për ilaçe që kushtonin shumë. Mendonte për nënën e tij që plakej para kohe nga shqetësimet. Dhe këto mendime i jepnin forcë të vazhdonte. Pas 6 muajsh pune me Giuseppen, Arbeni kishte kursyer mjaftueshëm për të dërguar para rregullisht në shtëpi dhe për të paguar një dhomë pak më të mirë. Por ai donte më shumë.
donte të ishte i sigurt, të kishte një jetë dinjoze, të mund t'i thërriste familjen në Itali një ditë. Një ditë, Giuseppe i tha se kishte miq që po kërkonin dikë për të ndihmuar me punë shtëpiake dhe kopshtarie. Ishe një qift të moshuar, Antonio dhe Maria Bellini, që jetonin në një shtëpi të bukur në lagjen Monteverde, një zonë e qetë në bregun e lumit Tiber. Janë njerëz të mirë, Arben, tha Giuseppe, por janë plakur dhe kanë nevojë për ndihmë. Nëse ti punon mirë për ta, do të paguan mirë dhe do të trajtohen me respekt. Arbeni e falenderoi Giuseppe dhe shkoi të takonte çiftin. Shtëpia e tyre ishte një vile bukur me 2 kate, me një kopsht të gjerë plot me pemë ulliri, trëndafila dhe bar të gjilibër. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga ajo që Arbeni ishte mësuar. Antonio Bellini ishte një burr 90 vjeç, i holl dhe me flokë të bardhë, por me një buzëqeshje të ngrohtë. Maria, gruaja e tij, ishte 86 vjeç, me sy blu të ëmbël dhe një fytyrë plot butësi. Ata e priten Arbenin me dashamirësi. Giuseppe, na foli shumë mirë për ty, tha Antonio në italisht të qartë dhe të ngadalshëm. Ne kemi nevojë për dikë që mund të na ndihmojë me kopshtin, me rregullimet e shtëpisë dhe me punë të vogla që ne nuk mund t'i bëjmë më. A do të t'interesonte? Arbeni pranoi menjëherë. Ata u pajtuan për kushtet, Arbeni do të punonte 5 ditë në javë, nga mëngjesi deri me pasdite dhe do të paguhej mirë. Ishte një mundësi e shkëlqyer. Filloi të punonte për ta dhe shpejt kuptoi se Antonio dhe Maria nuk ishin thjesht punëdhënës. Ata ishin njerëz të mrekullueshëm. Ata e trajtonin me respekt, i flisnin me durim në italisht dhe ndihmonin të mësonte gjuhën më mirë. Maria i bënte shpesh kafe dhe i sillte ëmbëlsira të shtëpisë ndërsa ai punonte në kopësht. Arben, ti punon shumë fort, i tha Maria një ditë ndërsa ai po krasiste barin. Por mos harro të pushosh. Jeta nuk është vetëm punë. Arbeni buzëqeshi. Ju jeni shumë të mirë me mua, Sinjora Maria, jam shumë mirënjohës. Me kalimin e kohës, Arbeni u bë pjesë e jetës së tyre. Ata flisnin për jetën e tyre, për fëmijët që kishin që jetonin në vende të tjera, për kujtesën e tyre të Italisë së vjetër. Dhe Arbeni u tregonte për Shqipërinë, për familjen e tij në theth, për ëndrrën e tij për të bërë një njeri i suksesshëm që mund të ndihmonte familjen. Një ditë, Arben, ti do të arrish çdo gjë që dëshiron, i tha Antonio një ditë duke u vështruar me krenari. Ti ke një zemër të fortë. Muajt kalonin dhe Arbeni filloi të ndjente se po ndërtonte diçka të qëndrueshme në Itali. Puna me Antonio dhe Marian ishte stabile, dhe ai kishte mësuar tashmë të fliste italisht shumë më mirë. Mund të mbante biseda të tëra, të kuptonte lajmet në televizion, madje edhe të shihte filma pa titra. Në mbrëmje, kur kthej në domën e tij, ai shkruante letra për familjen e tij në Shqipëri. Nuk i dërgonte gjithmonë me post, sepse interneti kishte bërë që të mund të fliste me ta me videothirrje, por të shkruarit i jepte një kënaqësi të veçantë. Ishte si një lidhje më e fortë me shtëpinë, me vendin që i mungonte çdo ditë. Të dashur mami dhe babi, shkruante ai një mbrëmje. Sot kisha një ditë të bukur. Antonio dhe Maria më treguan histori të vjetra për Italinë. Maria më mësoi të gatuaj lasagna. Ju them të vërtetën, nuk e bëra mirë, por ajo qeshi dhe më tha se herën tjetër do të jetë më mirë. Këta njerëz më trajtojnë si pjesë të familjes së tyre. Ndjehemi bekuar që kam gjetur njerëz kaq të mirë. Ju dua shumë dhe ju mungoni çdo ditë. Çdo muaj, Arbeni dërgonte një pjesë të mirë të pagës së tij në Shqipëri. Motrat e tij tashmë kishin libra të rinj për shkollë, babai kishte filluar një trajtim të ri për mushkëritë dhe nëna kishte mundur të riparonte çatin e shtëpisë që rinte ujë kur binte shi. Por edhe pse gjërat po përmirësoheshin, Arbeni vazhdonte të jetonte thjesht. Ai nuk shpenzonte para për gjëra të panevojshme. Veshjet e tij ishin të njëjta. Ushqimi i tij ishte i thjeshtë dhe ai shmangte dalje me miq sepse çdo euro kishte vlerë për familjen e tij. Megjithatë, jo çdo gjë ishte e lehtë. Arbeni përjetoi shpesh diskriminimin që shumë emigrantë përballen në një vend të huaj. Ka pasur raste ku njerëzit e shikonin me dyshim, kur e trajtonin si dikush që nuk i përkiste atje, kur bënin komente për prejardhjen e tij. Një ditë, ndërsa po blinte fruta në një treg lokal, një grua e moshuar italiane bëri një koment racist. "Këta shqiptarët po na marrin vendet e punës", tha ajo me zë të lartë, duke e shikuar Arbenin me përçmim. Arbeni ndjeu një dhimbje në zemër, por nuk ju përgjigj. Kishte mësuar se reagimi vetëm do të përkeqësonte gjërat. Në vend të kësaj, ai paguai për frutën e tij, buzëqeshi ndaj shitësit dhe u largua me kokën lart. Por në brendësi,
Ai ndiheshe i lënduar. Ai punonte më fort se shumë italianë që njihte. Ai paguante taksat e tij. Ai i respektonte ligjet dhe kulturën. Përse duhet të trajtohet si dikush më pak? Atë mbrëmje, ai ja tregoi historinë Marias. Ajo e dëgjoi me kujdes dhe pastaj e mori dorën e Arbenit në duart e saj të plakura. Arben, mos i dëgjo ata, tha ajo me butësi. Ka njerëz që friksohen nga ajo që nuk kuptojnë, por ti je një njeri mrekullueshëm dhe shumë prej nesh e dim këtë. Mos lejo që mendimet e të tjerëve të përkufizojnë. Fjalët e Marias e ngushëlluan Arbenin. Ai kuptoi se nuk mund të kontrollonte mendimet e të tjerëve, por mund të kontrollonte veprimet e veta. Ai vendosi të vazhdonte të jetë personi që ishte, i ndershëm, i punës, i respektueshëm, pavarësisht se çfarë mendonin të tjerët. Ka ditë kur nostalgjia bëhej e padurueshme. Arbeni merrte dhimbje koke nga mall për familjen, për malet e Shkodrës, për gjuhën e tij amtare që e fliste çdo ditë vetëm me vete ose me emigrantë të tjerë shqiptar. Një dimër veçanërisht i ftohtë, kur Roma u mbulua me borë, një ngjarje e rrallë, Arbeni kujtoi dimrat në theth. Kujtoi kur si fëmijë luante me motrat e tij në borë, kur nëna e tij bënte revani të ngrohtë dhe e babai i tij tregonte përralla pranë zjarrit. Ai shkoi në dhomën e tij, ul në krevat dhe qau. Nuk ishte turp, ishte thjesht një çlirim i ndjenjave që kishte mbajtur brenda për kaq kohë. I mungonin, çdo gjë e tij e mungonte. Por pastaj mendoi për arsyen pse ishte atje. Mendoi për letrat që merrte nga motrat e tij, ku i tregonin se sa mirë po shkonin në shkollë, se si kishin ëndra të mëdha për të ardhmen. Mendoi për babain e tij që tashmë po merrte frymë më lehtë fal ilaçeve të reja. Mendoi për nënën e tij që nuk kishte më nevojë për të shqetësuar, për të paguar llogaritë. Dhe në atë moment, ai e dinte se sakrifica ja vlente. Solitudja, vështirësitë, diskriminimi. Të gjitha ja vlenin nëse do të thoshte se familja e tij kishte një jetë më të mirë. Pas një viti e gjysmë në Itali, Arbeni filloi të mendonte për të ardhmen e tij afatgjat. Ai nuk donte të punonte përgjithmonë si ndihmës kopshti. Donte të mësonte një zanat, të merrte një arsimim më të mirë, të hapte ndoshta biznesin e tij një ditë. Antonio e vuri re këtë dëshirë dhe vendosi ta ndihmonte. Ai i rekomandoi Arbenin për një kurs të shkurtër profesional për hidraulik që ofrohej falas nga komuna për emigrant dhe italian me të ardhura të ulta. Kjo është një aftësi e vlefshme, Arben, i tha Antonio. Hidraulikët janë gjithmonë të kërkuar. Nëse ti mëson këtë, do të kesh një mundësi shumë më të mirë për të gjetur punë të mirë dhe me pagesë më të lartë. Arbeni e pranoi ofertën me mirënjohje. Çdo ditë, pas punës me Antonio dhe Marian, ai shkonte në kursin e mbrëmjes. Ishte i lodhur, por ishte i motivuar. Mësonte për tubacionet, për sistemet e ngrohjes, për riparimin e çezmave dhe tualeteve, duke e thjesht në fillim, por në të vërtetë kishte shumë teknikë dhe dije që duheshin mësuar. Pas 6 muajsh, Arbeni mbaroi kursin dhe mori një certifikat. Ishte krenar për vetveten. Ishte një hap i vogël, por ishte një hap përpara. Antonio organizoi një darkë të vogël festuese në shtëpinë e tyre për të festuar suksesin e Arbenit. Maria gatuan specialitete italiane dhe ftoi edhe Giuseppe, mikun e vjetër që kishte qenë i pari që i kishte dhënë Arbenit një punë. Për Arbenin, tha Antonio, duke ngritur gotën e verës. Një njerëz që ka treguar se me punë të palodhur dhe me karakter të fortë, çdo gjë është e mundur. Të gjithë piten dhe Arbeni ndjer krenar dhe i lumtur. Për herë të parë, në shumë kohë, ai ndjeu se ishte pjesë e diçkaje më të madhe, se ishte i pranuar dhe i vlerësuar. Megjithatë, jeta vazhdoi të kishte sfida të veta. Babai i Arbenit i sëmur përsëri dhe kishte nevojë për një operacion të rënd në mushkëri. Kosto ishte e lartë, më e lartë se çdo gjë që familja kishte hasur më parë. Nëna e tij e telefonoi një mbrëmje dhe Arbeni dëgjoi ankthin në zërin e saj. Arben, birë, doktorët thonë se babai yt ka nevojë për këtë operacion urgjentisht. Nëse nuk e bën, gjendja e tij do të përkeqësohet shumë shpejt. Sa kushton, mami? Pyeti Arbeni, edhe pse tashmë e dinte se përgjigjja do të ishte e vështirë. 5.000 euro, birë. E di që është shumë, e di që ti ke bërë tashmë kaq shumë për ne,
por nuk di ku tjetër të kërkoj ndihmë. Arbeni e uli telefonin dhe ndjeu peshën e botës në shpatullat e tij. 5.000 euro. Ai kursente çdo muaj, por kur nuk ishte arritur të grumbullonte një shumë kaq të madhe. Kursimit e tij ishin rreth 2.000 euro, gjysmë e asaj që nevojitej. Ai nuk flia të natë. Mendoi për çdo mundësi. A mund të kërkonte hua? Nga kush? A mund të gjente një punë shtesë? A mund të shiste diçka? Por nuk kishte asgjë për të shitur. Dhe punët shtesë me vështirësi do të siguronin një shumë të tillë në kohë. Në mëngjes, ai vendosi të bënte diçka që nuk kishte bërë kurrë më parë. Të kërkonte ndihmë nga Antonio dhe Maria. I vinte turp, por nuk kishte zgjidhje tjetër. Kur Arbeni ju afrua Antonios dhe Marias me situatën, ai mezi mund të fliste. Fjalët i ngecnin në fyt dhe ai ndjente si po dështonte. Signor Antonio, Signora Maria, filloi ai duke i ulur syt. Kam një situatë shumë të vështirë. Babai im është shumë i smur dhe ka nevojë për një operacion që kushton 5.000 euro. E di që kjo është një shumë e madhe dhe e kuptoj nëse nuk mund të më ndihmoni, por po ju pyes, a ka ndonjë mënyrë që të më jepni një hua? Do t'ju kthej çdo qind. Mund të punoj më shumë orë, mund të... Antonio e ndërpreu duke ngritur dorën. Arben, ndal, mos u përgjërojs. Ti ke punuar për ne me besnikëri dhe me zemër për më shumë se një vit. Ti je më shumë se një punonjës për ne. Ti je si një pjesëtar i familjes son. Maria u ngrit dhe i vuri dorën në shpatull Arbenit. Familja ndihmon familjen, Arben. Ne do të ndihmojmë. Antonio vazhdoi. Ne do të japim 5.000 euro, jo si hua, por si dhuratë. Babai yt ka nevojë për këtë operacion dhe ne jemi në gjendje ta ndihmojmë. Nuk duam asnjë kthim. Arbeni nuk mund ta besonte ato që po dëgjonte. Lotët filluan të rrjedhin nga sytë e tij. Jo, ju lutem, nuk mund ta prandoj si dhuratë. Është shumë. Arben, tha Maria me butësi. Ne jemi të moshuar, nuk kemi nevojë për shumë gjëra në këtë jetë. Por ajo që kemi është mundësia të ndihmojmë një njeri të mirë në moment të vështirë. Kjo na jep më shumë kënaqësi se çdo gjë tjetër. Të lutem, pranoje. Arbeni nuk mund të fliste. Ai vetëm u përgjërua para tyre dhe qau. Ishin lot mirënjohjeje, lot lehtësimi, lot dashurie për këta dy njerëz që sapo i kishin shpëtuar familjen e tij. Faleminderit, arriti të thoshte mes lotësh. Faleminderit shumë. Ju jeni engjëj. Zoti ju bekoft. Antonio dhe Maria e përqafuan, dhe në atë moment Arbeni ndjeu një lidhje që shkonte përtej gjuhës, përtej kulturës, përtej çdo gjëje. Ishte lidhja e humanitetit, e dashurisë dhe e mirësisë së pastër. Me paratë që Antonio dhe Maria i dhanë, Arbeni mundi të dërgonte shumën e nevojshme në Shqipëri menjëherë. Brenda një jave, babari i tij hyri në spital dhe operacioni u krye me sukses. Nëna e tij e telefonoi me lot lumturie. Bir, doktorët thonë se operacioni shkoi shumë mirë. Babai yt është në rimëkëmbje. Ata thonë se tani do të jetë në gjendje të marrë frymë. Normalisht përsëri. E gjithë kjo është falteje dhe atyre njerëzve të mrekullueshëm që punon për ta. Arbeni i tregoi Antonios dhe Marias lajmet e mira. Ata ishin po aq të lumtur se edhe ai. Shikoni, tha Antonio, kjo është arsyeja pse ne bëjmë atë që bëjmë. Nuk ka asgjë më të bukur se të shikosh një familje që bashkohet përsëri dhe që ka shpresë për të ardhmen. Nga ai moment, Arbeni ndjeu një detyrim të thellë moral ndaj Antonios dhe Marias. Ai u zotua vetes se do të bënte çdo gjë në pushtetin e tij për t'i shërbyer me besnikëri dhe dashuri, ashtu siç ata kishin treguar ndaj tij. Me kalimin e muajve, Arbeni filloi të merrte punë shtesë si hidraulik. Fjala për aftësitë e tij përhapej në përlagjen Monte Verde dhe zonave përreth. Njerëzit e rekomanduan dhe ai filloi të bënte punë të vogla riparimi në fundjavë. Por, pavarësisht mundësive të reja, Arbeni kurrë nuk e braktisi punën me Antonio dhe Marian. Ata ishin bërë shumë më tepër se punëdhënës. Ishin bërë familja e tij e dytë. Ai shpenzonte çdo mëngjes duke i ndihmuar ata, duke biseduar me ta, duke dëgjuar historitë e tyre dhe duke ndarë historitë e veta. Antonio dhe Maria po plakeshin dhe Arbeni e shihte këtë. Lëvizjet e tyre ishin më të ngadalshme, shëndeti i tyre po bëhej më delikat. Maria kishte filluar të harronte gjëra të vogla dhe Antonio kishte probleme me zemër
që kërkonte kujdes të vazhdueshëm. Ju jeni shëndeti im më i madh, i thoshte shpesh Arbeni. Ju lutem, kujdesuni për veten. Për ata buzëqeshnin dhe i thonin se ishin mirë, se Zoti i kishte dhënë shumë vite të mira, dhe se tani po shijonin ditët e tyre me qetësi. Një ditë pranvere, ndërsa Arbeni po kujdesej për kopshtin, Maria i dha një pako të vogël. "Çfarë është kjo, Sinjora Maria?" pyeti ai. "Hape," tha ajo me një buzëqeshje të ëmbël. Arbeni e hapi dhe brenda gjeti një album me fotografi. Ishin fotografi të Antonios dhe Marias përgjatë viteve. Fotografi të dasmës së tyre, të familjes të tyre, të momenteve të lumtura. Dhe në faqet e fundit, kishte fotografi të Arbeni duke punuar në kopësht, duke ngrënë drek me ta, duke qeshur së bashku. "Ti je pjesë e familjes son tani, Arben," tha Maria, me lot në sy. "Dhe dëshirojmë që ti ta dish se sa shumë do të thotë kjo për ne. Ti na ke dhënë kaq shumë gëzim në vitet tona të fundit." Arbeni e përqafoi Marien dhe ndjeu lotët që i vinin në sy. "Ju më keni dhënë një shtëpi kur isha i humbur. Ju më keni trajtuar me dinjitet kur të tjerët më shikonin poshtë. Unë jam ai që duhet të falenderoj." Ishte një natë e ftohtë vjetori, 3 vjet pasi Arbeni kishte filluar të punonte për Antonio dhe Marian. Vera që kishte kaluar kishte qenë jashtëzakonisht e nxehtë, dhe tani dimri kishte ardhur me era të forta dhe të ftohta që frynin nga veriu. Arbeni kishte mbaruar punën e tij për ditën dhe ishte duke u përgatitur të largohej kur Antonio e ndaloi. "Arben, rreshjet e dëborës parashikohen të jenë të forta sonte. Nuk dua që ti të udhëtosh me biçikletë në këto kushte. Pse nuk flete ne sonte? Kemi një dhomë mysafirësh që është gjithmonë e lirë." Arbeni nguroi. "Signor Antonio, ju jeni shumë bujar, por nuk dua të ju shqetësoj." "Asnjë shqetësim," insistoi Maria. "Përkundrazi, do të na bëj të lumtur të dish se je i sigurt këtu sërish përpara se të nisesh në të ftohtë." Arbeni pranoi. Ai tashmë kishte fjetur disa herë te ta gjatë stuhive të mëparshme, dhe ata gjithmonë e trajtuan si një mik të dashur. Atë mbrëmje, ata hëngrën darkë së bashku, një supë të ngrohtë perimesh që Maria kishte përgatitur, bukë të freskët dhe pak verë të kuqe. Biseda ishte e këndshme, plot me shaka dhe histori. Antonio tregoi për kohën kur ishte i ri dhe kishte punuar si inxhinier në Rom, ndërsa Maria tregoi për kopshtin e saj që kishte mbajtur për dekada. Pas darkës, Arbeni u tërhoq në dhomën e mysafirëve. Ishte një dhomë e vogël por e ngrohtë dhe e rehatshme, me një krevat të butë dhe mbulesa të trasha. Ai lexoi pak nga një libër italian që kishte marrë Juan nga biblioteka lokale dhe pastaj fjeti. Ishte rreth orës 3 të mëngjesit kur Arbeni u zgjua nga një erë e çuditshme. Ishte një aromë djegëse, e fortë dhe shqetësuese. Në fillim mendoi se po ndërronte, por pastaj e ndjeu përsëri, më e fortë këtë herë. Ai u ngrit me një herë nga krevati dhe i hapi sytë plotësisht. Dhoma ishte e errët, por ai mund të shihte një dritë të kuqëremtë që vinte nga nëndera e dhomës. Zemra i filloi të rrahte fort. "Zjarr," përshpëriti ai për vete. "Ka zjarr." Ai u vosh shpejt nga krevati dhe hapi derën. Holli ishte plot me tym të dendur dhe zi që i bënte të kollitej me një herë. Flakët po dinin nga kuzhina në katin e parë dhe tymi po ngjitej shpejt në drejtim të katit të dytë, ku flinin Antonio dhe Maria. Arbeni nuk humbi kohë. Ai mori një peshqir nga banja dhe e lakta me ujë, pastaj mbështolli rreth fytyrës së tij për të filtruar tymin. Mori frymë thellë dhe u nis drejt shkallëve. Tymi ishte kaq i dendur sa që mesi mund të shihte përpara. Syt i dinjnin dhe mushkryt e bëhen të rënda, por ai vazhdoi. Mendimi i vetëm që kishte ishte të arrinte te Antonio dhe Maria. Kur arriti në katin e dytë, Arbeni filloi të trokiste në derën e dhomës së gjumit të Antonios dhe Marias me forcë. "Signor Antonio, Signora Maria, zjarr, ka zjarr, zgjohu!" bërtiti ai me sa zë kishte. Pas disa sekondash, që u dukën si një përjetësi, dëgjoi zërin e Antonios. "Arben, çfarë po ndodh?" "Ka zjarr në shtëpi, duhet të dilni menjëherë." Arbeni hapi derën dhe pa Antonion dhe Marian që po përpiqeshin të dilnin nga krevati. Maria po kollitej fuqishëm
dhe duke i hutuar, ndërsa Antonio po përpiqej ta ndihmonte, por edhe ai ishte i dobët dhe i ngadalt. "Hajde të shkojmë," tha Arbeni duke ju afruar. Ai e mori Maria në krah, ajo ishte lehtë si një pupël, dhe i bëri shenjë Antonios që ta ndiqte. Por kur dolën në hall, flakët tashmë kishin përhapje në shkallë. Rruga për poshtë ishte bllokuar nga zjarri dhe tymi. "Nuk mund të zbresim nga shkallët," tha Antonio me panik. Arbeni mendoi shpejt. "Balkoni, duhet të shkojmë te balkoni." Dhoma e Antonios dhe Marias kishte një balkon të vogël që jepte në kopësht. Arbeni e çoi ata atje dhe i ndihmua të dilnin. Ajri i freskët i natës ishte një lehtësim i menjëhershëm pas tymit të nxehtë. "Ndihm! Zjarr! Ndihm!" filloi të bërtas Arbeni me sa zë kishte, duke shpresuar që dikush në lagje ta dëgjonte. Por ishte ora 3 e mëngjesit dhe shumica e njerëzve ishin duke fjetur. Shtëpia më e afërt ishte disa dhjetra metra larg, dhe me erat e forta që frynte, ishte e vështirë për zërin të bartej. Arbeni e dinte se nuk kishte kohë për të pritur. Flakët po rriteshin dhe po përhaheshin shpejt. Nëse nuk vepronte tani, Antonio dhe Maria mund të mbeteshin të bllokuar në balkon, ndërsa gjithë shtëpia digjej. "Signor Antonio, zbritja nga balkoni është shumë e lartë," tha Arbeni duke vlerësuar distancën. Ishte rreth 4 metra, jo vdekjeprurse, por mjaft e lartë për të lënduar njerëz të moshuar me kocka të brishta. "Do të zbres unë i pari," tha Arbeni duke ju bërë shenjë. "Pastaj ju do të uleni në skaj të balkonit dhe unë do t'ju kap. Duhet të keni besim tek unë." "Arben, je i sigurt?" pyeti Antonio me shqetësim. "Nuk kemi zgjedhje tjetër, sinjor. Besoni mua, unë nuk do t'ju lë të lëndoheni." Arbeni u ngjit mbi murin e balkonit dhe u hodh poshtë në barin e lagësh të kopshtit. Bien në këmbë, por ra menjëherë përpara për të absorbuar goditjen. Ndjeu një dhimbje në kyçin e këmbës së djathtë, por e njëroi. "Tani ti, signora Maria," bërtiti ai, duke u ngritur në këmbë. Maria ishte e friksuar, por Antonio e ndihmoi të ulej në skaj të balkonit me këmbët e varura. Arbeni u vendos poshtë saj me krahët e hapura. "Besoj te ti, Arben," tha Maria me zë të dridhur, dhe u hodh. Arbeni e kapi me krahët e tij dhe pesha e saj e shtyu atë mbrapa, por ai e mbajti fort. Ata ranë të dy në bar, por Maria ishte e sigurt. "Jeni mirë, signora?" pyeti Arbeni me shpejtësi. Po, jam mirë," tha Maria, edhe pse dridhej nga frika dhe adrenalina. "Tani ju, signor Antonio." Antonio ishte më i rëndë se Maria, dhe Arbeni e dinte se kjo do të ishte më e vështirë, por nuk kishte kohë për dyshim. Antonio ul në skaj të balkonit dhe me një frymë të thellë u hodh. Arbeni e kapi me të gjithë forcën që kishte. Pesha e Antonios ishte më e madhe dhe të dy ranë në tokë me forcë. Arbeni ndjeu një dhimbje akute në shpatullën e majt, por e njëroi përsëri. E rëndësishme ishte se Antonio ishte i sigurt. Arbeni i ndihmoi Antonion dhe Marian të largohen nga shtëpia, duke i çuar në një distancë të sigurt në kopësht. Flakët tashmë kishin shpërthyer nga dritaret e kuzhinës dhe po fillonin të kapnin katin e parë. Pak minuta më vonë, një fqinj që kishte parë dritat e flakëve, telefonoi zjarrfiksi dhe policin. Brenda 10 minutash, sirenat e zjarrfiksëve mund të dëgjohen në distancë dhe shpejt një flot kamionësh të zjarrfiksëve arriti në vendngjarje. Zjarrfiksit filluan menjëherë të punojnë për të fikur zjarrin, ndërsa paramedikët i kontrolluan Antonion, Marian dhe Arbenin. Antonio dhe Maria ishin të shokuar dhe të lodhur, por të padëmtuar fizikisht. Arbeni kishte disa gërvishtje dhe një kyç këmbe të dëmtuar, por asgjë serioze. "Ju keni qenë jashtëzakonisht të guximshëm," i tha një zjarrfikës Arbenit në italisht. "Nëse nuk do të ishit aty, këta dy njerëz ndoshta nuk do të kishin mbijetuar." Arbeni nuk e ndjeu veten si hero. Ai thjesht kishte bërë atë që çdo njeri me zemër do të kishte bërë. Por ndërsa shikonte Antonion dhe Marian që ishin mbështjellur në batanie dhe po shikonin shtëpinë e tyre të dashur duke u djegur, ai ndjeu një dhimbje të thellë për ta. "Do të jemi mirë, Arben," tha Antonio duke e kapur dorën e tij. "Ajo që ka rëndësi është se jemi gjallë dhe gjithçka është fal teja." Maria e përqafoi Arbenin dhe qau në shpatullën e tij. "Ti na shpëtove jetën, biri im. Ti je ëngjëlli ynë." Pak ditë pas intervistës në televizion kombëtar, Arbeni mori një thirrje të papritur. Ishte një zyrtar nga Bashkia e Romës që e ftoi për një takim të veçantë.
Zoti Muça, tha zyrtari në telefon. Kryetari i Bashkisë së Romës dëshiron të takohet me ju personalisht, për t'ju falenderuar për veprimet tuaja heroike dhe për t'ju dorëzuar një njohje zyrtare nga qyteti. Arbeni ishte i habitur. Unë nuk jam i sigurt se meritoj një gjë të tillë. Ju patjetër që e meritoni, zoti Muça. Veprimet tuaja kanë reflektuar vlerat më të larta të humanitetit dhe kanë qenë një shembull për të gjithë qytetarët e Romës. Ju lutem pranojeni këtë ftesë. Në ditën e caktuar, Arbeni u vesh me rrobat e tij më të mira, një kostum të thjeshtë që Antonio i kishte dhënë si dhuratë dhe shkoi në Bashkinë e Romës së bashku me Antonion dhe Marian. Ishin të pranishëm edhe gazetarë dhe fotograf që dokumentonin momentin. Kryetari i Bashkisë, një burr i mesëm me flok gri dhe një buzëqeshje të ngrohtë, e priti Arbenin me një shtrëngim dore të fortë. Zoti Muça, është një nder t'ju takoj, tha ai. Në emër të qytetit të Romës, ju dorëzoj këtë certifikat të njohjes për guximin dhe humanizmin tuaj. Ju jeni një shembull i shkëlqyer, i vlerave që ne si qytet dhe si komb duam të kultivojmë. Arbeni mori certifikatën me duar të dridhura. Ishte një dokument i bukur, i printuar në letër elegante, me vullë zyrtare të Romës. Falenderit shumë, arriti të thoshte Arbeni. Por unë duaj që të gjithë ta dinë se unë nuk jam i vetmi emigrant që do ntribon në këtë vend. Ka mira të tjerë që punojnë fort çdo ditë, që paguajnë taksat e tyre, që respektojnë ligjet, ne duam vetëm një mundësi për të ndërtuar një jetë të mirë. Kryetari i Bashkisë vendosi dorën në shpatullën e Arbenit. Dhe kjo është arsyeja pse historia juaj është aq e rëndësishme. Ajo na kujton se emigrantët nuk janë numra apo statistika. Ata janë njerëz si ju, me zemra të mëdha dhe vullnet të fortë. Historia e Arbenit kishte një ndikim të thellë në komunitetin shqiptar në Itali. Shumë shqiptar që jetonin dhe punonin atje ndjenin se Arbeni kishte dhënë një zë pozitiv për ta. Kishte treguar anën më të mirë të tyre. Një mbrëmje, Arbeni oftua në një takim të komunitetit shqiptar në Rom. Ishin 10 familje shqiptare që kishin ardhur për ta takuar dhe për ta dëgjuar. Arben, ti na ke bërë krenar, tha një burr i moshuar nga Shkodra. Për vite kemi punuar në heshtje, shpesh të injoruar ose të keq kuptuar, por historia jote ka treguar se ne jemi njerëz të mirë, njerëz që japin kontribut. Një grua e re me fëmijë në krah ju afrua Arbenit me lot në sy. Faleminderit, tha ajo. Për shkak të historisë tënde, djali im në shkollë u trajtua me më shumë respekt. Mësuesja e tij e përdori historinë tënde si shembull për të mësuar fëmijët rreth dashurisë dhe guximit. Ti ke ndryshuar diçka për një të gjithë. Arbeni e përqafoi gruan dhe ndjeu peshën e përgjegjësisë. Ai kuptoi se veprimet e tij nuk kishin ndikuar vetëm në jetën e Antonios dhe Marias, por kishin pasur një ndikim më të gjerë. Ai ishte bërë, pa e dashur, një përfaqësues i komunitetit të tij. Unë jam thjesht një njeri, tha ai duke folur para grupit. Por nëse historia ime mund të ndihmojë të ndryshoj perceptimin e njerëzve për shqiptarët, për emigrantët në përgjithësi, atëherë gjithçka që kam kaluar ja ka vlerën. Ne duhet vazhdojmë të jemi të mirë, të punojmë fort, të jemi të ndershëm. Kjo është mënyra më e mirë për të fituar respektin. Pas gjithë vëmendjes mediatike, Arbeni filloi të merrte oferta të ndryshme. Disa kompani private i ofruan vende pune me paga më të larta. Një organizatë bamirësie e ftoi të bëhet ambasador i tyre për të promovuar integrim dhe harmoni sociale. Madje një botues i propozoi të shkruante një libër për eksperiencën e tij. Por Arbeni ishte i kujdesshëm. Ai nuk donte që historia e tij të shfrytëzohej për qëllime komerciale dhe nuk donte që fama të ndryshonte kush ishte ai si person. Unë jam mirënjohës për të gjitha këto oferta, u tha ai atyre që e kontaktuan. Por, prioriteti im është të jem atje për Antonion dhe Marian. Ata kanë nevojë për mua tani më shumë se kurrë, dhe unë nuk do t'i braktis. Antonio dhe Maria ishin të prekur nga besnikëria e tij. Arben, ti ke bërë aq shumë për ne, tha Antonio. Nëse ka mundësi që mund të të ndihmojnë ty dhe familjen tënde, ti duhet t'i marrësh në konsiderat. Por Arbeni ishte i vendosur. Ju më keni dhënë një shtëpi kur nuk kisha asgjë. Më keni trajtuar si familje. Tani është radha ime të jem atje për ju. Megjithatë,
Ai pranoi disa mundësi që mendonte se mund të kishin një ndikim pozitiv. Ai u bë një zëthënës vullnetar për një organizat që ndihmonte emigrantët të integrohen në shoqërinë italiane. Ai mbante fjalime në shkolla dhe universitete, duke treguar historinë e tij dhe duke inkurajuar të rinjt të shohin përtej paragjykimeve. Emigracioni nuk është një kërcënim, thoshte ai në këto fjalime. Emigracioni është një mundësi për të pasuruar kulturën, për të mësuar nga njëri tjetri, për të ndërtuar një shoqëri më të fortë. Por, kjo kërkon punë nga të dy anët. Emigrantët duhet të respektojnë vendin që i pret, dhe vendi duhet të jap mundësi dhe dinjitet për ata që vinë. Ndërkohë, procesi i rindërtimit të shtëpisë së Antonios dhe Marias kishte filluar. Fal fondeve që ishin mbledhur nga publiku, si dhe ndihmë nga sigurimi, ishte e mundur të fillonte rindërtimi plot. Arbeni ishte i përfshirë në çdo aspekt të rindërtimit. Ai punonte me arkitektët, me punëtorët, duke siguruar se çdo detaj ishte ashtu siç Antonio dhe Maria dëshironin. Ai donte që Shtëpia e tyre të rikrijohej jo vetëm si një strukturë, por si një shtëpi plot me dashuri dhe kujtime. Arben, ti po punon shumë fort për këtë. Vuri re Maria një ditë, ndërsa vizituam vendin e ndërtimit. Ti duhet të kujdesesh për veten gjithashtu. Signora Maria, kjo është mënyra ime për t'ju falendëruar për gjithçka, ju përgjigjë Arbeni. Ju keni ndërtuar këtë shtëpi me dashuri për 50 vjet. Është nderi im të ndihmoj ta ringjall atë. Procesi zgjati disa muaj, por kur përfundua, rezultati ishte i mrekullueshëm. Shtëpia ishte jo vetëm e restauruar, por edhe përmirësuar me sisteme moderne sigurie dhe instalime elektrike që do të siguronin si një fatkeqësi e tillë nuk do të ndodhte përsëri. Në ditën kur Antonio dhe Maria u kthyen në shtëpinë e tyre të ringjallur, ata qanë me lot lëmturie. Arbeni ishte atje për t'i pritur dhe ai gjithashtu kishte lot në sy. Mirë se erdhët në shtëpi, tha ai duke i përqafuar. Ti e ke bërë këtë të mundur, Arben, tha Antonio. Ti na ke dhënë jetën tonë mbrapsht. Si mund të falenderojmë kurrë mjaftueshëm? Ju tash më keni bërë, tha Arbeni me një buzëqeshje. Ju më keni bërë të ndihemi shtëpisë në një vend të huaj. Ju më keni dhënë një familje. Disa muaj pas zjarrit, ndërsa jeta po kthehej në normalitet, Arbeni mori një telefonat të pazakont nga nëna e tij. Zëri i saj ishte i mbushur me emocione të përziera, gëzim, por edhe diçka tjetër. Arben bir, kam një lajm për ty, filloi ajo. Motrat e tua, ato kanë marrë bursa për të studiuar në Tiranë, ato do të mund të ndjekin universitetin. Arbeni ndjeu një valë krenarie. Kjo është e mrekullueshme, mami, ato e meritojnë. Po, vazhdoi njona, por kjo do të thotë se ato do të largohen nga shtëpia. Dhe babai yt dhe unë, ne po plakemi bir. Shtëpia është e madhe e vetmuar. Ne po mendojmë, a ka ndonjë mënyrë që ne të mund të venim në Itali për një kohë, për të qenë më afër teje? Arbeni ndjeu zemrën që i shtrëngohej. Ai kishte ëndërruar për ditën kur do të mund të bashkohej me familjen e tij, por e dinte se procesi ishte i komplikuar. Por tani me profilin e tij publik dhe mbështetjen që kishte marrë, ndoshta kishte një mundësi. Mami, le të shoh se çfarë mund të bëj. Unë do të flas me njerëz që njoh dhe do të gjej një mënyrë. Ju meritoni të jeni këtu, të shihni botën përtej maleve të thetit. Në jamët që pasuan, Arbeni punoi me një avokat emigracioni që vullnetarisht ofroi shërbimet e tij. Fal historisë së Arbenit dhe mbështetjes nga Antonio, Maria dhe disa figura publike të tjera që kishin bërë fushat për të, procesi u lehtësua. Pas disa muajsh, lejet e nevojshme u aprovuan. Prindërit e Arbenit do të mund të vinin në Itali me një vizë familjare që do t'u lejonte të qëndronin dhe të jetonin me Arbenin. Kur Arbeni i dha lajmin nënës së tij, ajo qau aq fort sa që mezi mund të fliste. Zoti të bekoft bir, ti ke bërë mrekulli për ne. Dita kur prindërit e Arbenit arritën në aeroportin e Romës, ishte një nga ditët më emocionale të jetës së tij. Ai ishte atje me orë të tëra përpara, duke pritur me padurim. Kur i pa duke dal nga porta e mbërritjes, nënën e tij me shami të bardhë dhe buzëqeshjen e saj të njohur, baban e tij të mbështetur në një shkop por me syt plot gëzim, Arbeni nuk mund të mbante lotët.
Ai vrapoi drejt tyre dhe i përqafoi të dy me forcë. "Mirë se erdhët, më keni munguar aq shumë." Nëna e tij e puthi në fytyrë përsëri. Biri im i dashur, më në fund të shoh përsëri." Baba i tij, Pjetër, që zakonisht ishte një burr i rezervuar, gjithashtu pati lot në sy. "Ti e ke bërë, Arben, ti e ke bërë atë që premtove. Të kemi krenar për ty." Arbeni i çoi në apartamentin e vogël që kishte marrë me qira për ta, asgjë luksoze, por ishte e pastër, e ngrohtë dhe me një pamje të bukur të qytetit. Nëna e tij e eksploroi çdo cep, duke prekur gjërat me kujdes, sikur po përpiqej të kuptonte se ishte vërtet atje. "Ky është Roma, mami," tha Arbeni duke buzëqeshur, "qyteti që më ka dhënë kaq shumë." Ditën e nesërme, Arbeni i çoi prindërit e tij për të takuar Antonion dhe Marian. Ishte një moment i veçantë, dy çifte të moshuar nga dy vende të ndryshme, të bashkuar nga dashuria atyre e përbashkët për Arbenin. Edhe pse nuk flisnin të njëjtën gjuhë, ata gjetën mënyra për të komunikuar përmes gjesteve, buzëqeshjeve dhe përqafimeve. Maria i dha nënës së Arbenit një buqet trëndafilash nga kopshti i saj, dhe Lule i dha asaj një shami të thurur me dorë që kishte sjell nga Shqipëria. "Faleminderit që keni kujdesur për djalin tim," tha Lule në shqip, dhe Arbeni përktheu në italisht. "Ai ka kujdesur për ne më shumë se ne për to," ju përgjigj Mariam përmes Arbenit. "Ai është një njeri i jashtëzakonshëm dhe ju keni të drejtë të jeni krenar." Një mbrëmje, disa javë pas arritjes së prindërve të tij, Arbeni u ul vetëm në balkonin e apartamentit të tij dhe reflektoi mbi gjithçka që kishte ndodhur në këto 4 vjet. Ai kujtoi ditën kur kishte dalë nga shtëpia në theth, plot frikë dhe shpresë. Kujtoi udhëtirin e vështirë përmes Adriatikut. Kujtoi ditët e para në Rom, ku ndjehej i humbur i vetmuar. Kujtoi takimin me Giuseppe, pastaj me Antonio ndër Marian. Kujtoi çdo sfidë, çdo refuzim, çdo moment dyshimi. Dhe pastaj kujtoi natën e zjarrit, momentin kur kishte pasur zgjedhjen për të qenë hero ose për të ikur. Ai nuk e konsideroi veten hero për atë që kishte bërë. Për të, ishte thjesht dashuri dhe detyrë. Por ajo natë kishte ndryshuar gjithçka. Kishte ndryshuar perceptimin e njerëzve për të. Kishte ndryshuar perceptimin e njerëzve për emigrantët. Kishte dhënë shpresë për familjen e tij. A ja vlente? Pyeti vetes. Ai shikoi në qiell ku ujet po shfaqeshin ngadalë në errësirën e natës dhe buzëqeshi. Po shpëriti për vete. Çdo moment, çdo sakrificë, çdo lot, të gjitha ja kam vlerën. Me prindërit e tij tani në Itali dhe jetën e tij që po stabilizohej, Arbeni filloi të mendonte për të ardhmen në një mënyrë të re. Ai kishte kursimet e tij, kishte aftësitë që kishte mësuar dhe kishte një rrjet mbështetjeje që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Një ditë, ndërsa po punonte në kopshtin Antonios dhe Marias, Antonio i bëri një propozim. "Arben, Maria dhe unë kemi qenë duke menduar. Ne po plakemi dhe e dim se nuk do të jemi këtu për gjithmonë. Kur të vijë ai moment, ne duam që kjo shtëpi të kalojë tek dikush që e do ashtu siç e duam ne. Dikush që do ta kujdesë ashtu siç e meritojnë." Arbeni e shikoi me hutim. "Çfarë po thoni, Signor Antonio?" "Po them që ne duam që ti të trashëgosh këtë shtëpi kur ne të mos jemi më," tha Antonio me qetësi. "Fëmijët tanë jetojnë larg dhe kanë jetët e tyre. Ata e kuptojnë dhe e mbështesin këtë vendim. Ti je familja jonë, Arben, dhe kjo është shtëpia jote." Arbeni nuk mund ta besonte. Ai ndjeu një val emocioni që e përmbytsi. "Jo, unë nuk mund. Kjo është shumë." Maria ndërpreu. "Arben, ti na ke dhënë kaq shumë. Ti na ke dhënë jetën. Kjo është mënyra jonë për të siguruar se ti dhe familja jote do të keni një vend për të quajtur shtëpi." Arbeni u përgjërua dhe qau. "Ju jeni engjëj, nuk e di si ta shpreh mirënjohjen time. Duke qenë ti vet, kjo është mjaft." Muajt kaluan dhe jeta e Arbenit vazhdoi dhe përmirësohej. Motrët e tij shkëlqyen në universitetet e tyre. Babai i tij u rikuperua plotësisht nga operacioni dhe tani mund të merrte frymë lirshëm. Nëna e tij shionte jetën në Rom, duke eksploruar qytetin dhe mësuar italisht gradualisht.
Arbeni vazhdoi të punonte për Antonion dhe Marian, por gjithashtu zgjeroi biznesin e tij si hidraulik. Ai punësoi disa emigrantë të tjerë shqiptar, duke iu dhënë mundësinë që ai kishte marrë. Ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin, u thoshte ai. Kjo është mënyra se si ne ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Një ditë pranvere, ndërsa Arbeni po punonte në kopshtin që ai e donte aq shumë, një grua e re italiane erdhi për të folur me të. Emri i saj ishte Sofia dhe ajo ishte një asistente sociale që punonte me emigrantë të integrohen në shoqërinë italiane. Kam dëgjuar shumë për ju Arben, tha ajo me një buzëqeshje. Organizata ime po hap një qendër të re për të ndihmuar emigrantët të integrohen në shoqërinë italiane. Ne po kërkojmë dikë që mund të jetë një model, dikë që mund të inspirohet dhe të udhëheq. A do të ishit të interesuar? Arbeni mendoi për një moment. Kjo ishte një mundësi për të bërë diçka më të madhe, për të ndihmuar të tjerët ashtu siç ishin ndihmuar ai. Po, tha ai, do të jem i nderuar të ndihmoj. Dhe kështu filloi një kapitull tjetër në jetën e Arbenit, një kapitull ku ai nuk ishte vetëm marrës i mirësisë, por edhe dhënës i saj. Zjarri u fik pas disa orësh, por dëmi ishte i konsiderueshëm. Kati i parë ishte pothuajse plotësisht i shkatërruar dhe kati i dytë kishte pësuar dëme të mëdha nga tymi dhe uji që zjarfiksit kishin përdorur. Shtëpia që Antonia dhe Maria kishin ndërtuar dhe jetuar për më shumë se 50 vjet, ishte tani një hungje e madhe. Autoritetet filluan hetimin për shkakun e zjarrit. Shpejt zbuluan se ishte një problem me instalimin elektrik të vjetër në kuzhinë, një fije e vjetër që ishte shkurtuar dhe kishte ndezur materiale djegëse në afërsi. Antonio dhe Maria u desh të zhvendoseshin përkohësisht në një hotel derisa të bëheshin rregullime. Arbeni insistoi të qëndronte me ta për t'i ndihmuar dhe mbështetur. Ju keni nevojë për mua tani më shumë se kur, i tha ai, dhe unë nuk do t'ju lë vetëm. Fëmijët e Antonios dhe Marias, që jetonin në vende të ndryshme të Italisë dhe Europës, erdhën menjëherë kur dëgjuan lajmin. Ata ishin të tronditur, por edhe përgjithmonë mirënjohës ndaj Arbenit. Ju na keni dhënë një dhuratë që nuk mund ta shlyejmë kurrë, i tha vajza e tyre, Francesca, duke e përqafuar Arbenin me lot. Ju na keni kthyer prindrit tan. Asgjë në këtë botë nuk është më e çmuar se kjo. Arbeni ishte i turpëruar nga vëmendja. Ai nuk e kishte bërë atë që kishte bërë për njohje ose lavde, por kishte vepruar nga zemra, nga dashuria dhe respekti që kishte për dy njerëzit që e kishin trajtuar si familje. Brenda pak ditësh, historia e Arbenit filloi të përhapej. Një gazetar lokal kishte dëgjuar për shpëtimin heroik dhe kishte shkruar një artikull të vogël për të. Por artikulli u kap nga një stacion televiziv kombëtar italian dhe shpejt historia u bë lajm në të gjithë vendin. Emigranti shqiptar rrezikon jetën për të shpëtuar çiftin italian të moshuar nga zjarri. Lexonte titullin në gazetën Corriere della Sera. Stacionet televizive filluan të kërkojnë intervista me Arbenin, Antonion dhe Marian. Në fillim, Arbeni nguroi. Ai nuk donte vëmendjen mediatike, por Antonio dhe Marian e bindën. Arben, njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë histori të tilla, tha Antonio. Në një botë ku shpesh dëgjojmë vetëm lajme të këqija, historia jote është një dritë shprese. Të lutem, bëje. Dhe kështu, Arbeni pranoi të fliste me gazetarët. Intervista e parë u transmetua në një stacion kombëtar dhe u pa nga miliona njerëz në të gjithë Italinë. Në intervistë, Arbeni foli me thjeshtësi dhe për ulësi. Unë nuk jam hero, tha ai. Unë thjesht bëra atë që çdo njeri me zemër do të kishte bërë. Antonio dhe Marian më kanë trajtuar si familje për vite. Kur ata kishin nevojë për mua, unë isha atje. Kaq e thjesht. Por për publikun italian, kjo nuk ishte e thjesht fare. Në një kohë kur mediat shpesh portretonin emigrantët në një dritë negative, historia e Arbenit ishte një kundërpesh e fuqishme. Ai përfaqësonte vlerat më të mira të humanitetit: guximin, vetflinjimin, dashurinë dhe besnikërinë. Reagimi i publikut ishte jashtëzakonisht pozitiv. Mijëra njerëz shkruan mesazhe mbështetëse në mediat sociale. Disa filluan një fushat për të mbledhur fonde për të ndihmuar Antonion dhe Marian të rindërtojnë shtëpinë e tyre.
Brenda pak ditësh, u mblodhën 10.000 euro. Por më e rëndësishmja për Arbenin ishte ndryshimi në mënyrën se si njerëzit e trajtonin atë. Kur ecte në rrugë, njerëzit e njihnin dhe përshëndesnin me respekt. Disa ndaluan për ta falenderuar personalisht për atë që kishte bërë. Të tjerët i dërguan letra dhe mesazhe vlerësimi. Një ditë, ndërsa Arbeni po blinte bukë nga një furrë lokale, pronari refuzoi të merrte para. Jo, Arben, tha ai duke buzëqeshur gjerësisht. Buka jote është falas sot, edhe çdo ditë të tjera. Ti na ke bërë krenar që të kemi këtu. Arbeni u habit. Por pse? Unë nuk kam bërë asgjë të veçantë. Ke bërë diçka shumë të veçantë, e ndërpreu pronari. Ti na ke kujtuar se humaniteti nuk ka kufi, as gjuhë, as kombësi. Ti je një shembull për ne të gjithë. Kjo eksperiencë u përsërit shumë herë. Njerëzit që më parë mund ta shikonin Arbenin me dyshim ose indiferencë, tani e shikonin me admirim dhe respekt. Ishte një ndryshim i thellë dhe ai e ndjeu rëndësinë e kësaj. Një javë pas zjarrit, Arbeni u ftua në një nga programet më të famshme të talk show-it në Itali, C'è tempo che fa, i drejtuar nga Fabio Fazio, një prej prezantuesve më të dashur të vendit. Arbeni ishte nervoz. Ai kur nuk ishte qenë në televizion përpara dhe ideja i të folurit para miliona njerëzve e bënte të ndjehej pa qenë. Por Antonio dhe Maria e inkurajuan. Ti ke një zë që duhet të dëgjohet, Arben, tha Maria. Fol nga zemra dhe çdo gjë do të jetë në rregull. Në mbrëmjen e transmetimit, Arbeni u ul në studion e ndritshme të televizionit me Antonion dhe Marian pranë tij. Fabio Fazio e prezentoi me fjalë të ngrohta. Sonte kemi këtu një njeri që na ka kujtuar atë që është me të vërtet e rëndësishme në jetë, jo ngavimi, por kush jemi si njerëz. Ju lutem, pritni, Arben Muçën. Publiku studioi aplaudua me forcë dhe Arbeni ndjeu një val emocioni që e përmbytsi. Kur Fabio filloi ta intervistonte, ai bëri pyetje të thjeshta dhe të sinqerta. Arben, kur e ke kuptuar se kishte zjarr? Cili ishte mendimi i parë që kaloi në mendjen tënde? Arbeni mendoi për një moment. Mendimi im i parë ishte se Antonio dhe Maria ishin në rrezik. Ata janë njerëz që më kanë dhënë aq shumë, dinjitet, respekt, dashuri. Nuk mund të lejoja që diçka të keqe t'u ndodhte atyre. A ke pasur frikë? Po, sigurisht, pranoi Arbeni. Por frika nuk ishte aq e fortë sa dashuria dhe përgjegjësia që ndjeja ndaj tyre. Kur dikush që të do është në rrezik, ti nuk mendon për veten, ti vetëm vepron. Fabio Fazio buzëqeshi. Kjo është një mësim i fuqishëm. Dhe tani, pas gjithë kësaj vëmendjesie, si ndihesh? Arbeni uli syt për një moment. Më vjen turp nga gjithë kjo vëmendje. Unë nuk jam dikush i veçantë. Ka mijëra emigrantë si unë që punojnë fort çdo ditë, që kontribojnë në këtë vend, që janë njerëz të mirë. Unë shpresoj që historia ime të ndihmojë njerëzit të shohin se emigrantët nuk janë problema. Ne jemi qenie njerëzore me ëndra, me familje, me zemra që rrajnë si të gjithë të tjerët. Këto fjalë shkaktonin një aplauz të fuqishëm nga publiku në studio, edhe Fabio Fazio duke i prekur. Historia e Arbenit nuk mbeti vetëm brenda kufive të Italisë. Lajmi u përhap edhe në Shqipëri, ku mediat lokale filluan të raportojnë për heronj shqiptar në Itali. Nëna e Arbenit, Lule, e pa djalin e saj në televizion dhe qau me lot lumturie dhe krenarie. Ajo telefonoi Arbenin menjëherë. Bir, unë sapo të pash në televizion italian. E gjithë fshati po flet për ty. Të gjithë janë kaq krenar. Baba i yt, edhe pse ende në shtrat qeshi dhe tha, ky është djali im. Ky është djali që unë edukova. Arbeni ndjeu lotët që i vinin në sy. Mami, gjithçka që kam bërë është për ju. Unë doja vetëm të ju jap një jetë më të mirë. Edhe ti e ke bërë birë, jo vetëm për ne, por për të gjithë shqiptarët. Ti na ke bërë krenar. Motrat e tij, Era dhe Linda, gjithashtu telefonuan dhe ishin plot entuziazëm. Vëllai ynë është në televizion italian, than ato me gëzim.
Të gjithë miqtë tanë po flasin për ty, je heroi ynë. Por Arbeni nuk ndihej si hero. Ai ndihej si një njeri që thjesht kishte bërë atë që ishte e drejtë. Një vit pas zjarrit, u organizua një ceremoni e veçantë në Rom për të nderuar Arbenin zyrtarisht me titullin Qytetar nderi i qytetit të Romës. Ishte një nder i rrallë që jepej vetëm për ata që kishin bërë kontribute të jashtëzakonshme për komunitetin. Ceremonia u mbajt në sallën kryesore të bashkisë me qindra njerëz të pranishëm, përfshirë zyrtar qeveritar, përfaqësues të komunitetit shqiptar dhe italian dhe sigurisht Antonion, Marian dhe familjen e Arbenit. Kur Arbeni hyri në sallë, publiku u ngrit në këmbë dhe i dha një duartrokitje të gjatë. Ai ecte me përullsi, duke u përshëndetur me kokë ndaj njerëzve ndërsa kalonte. Kryetari i bashkisë mbajti një fjalim të prekshëm. Sot ne ndrojmë një njeri që na ka kujtuar se heroizmi nuk përkufizohet nga origjina, gjuha apo ngjyra e lëkurës. Heroizmi përkufizohet nga veprimet tona, nga zema jon, nga gatishmëria jon për të vënë të tjerat përpara vetes. Arben Muça është mishërimi i këtyre vlerave, dhe Roma është krenar që e quan qytetarin e saj. Kur erdhi radha e Arbenit për të folur, ai u ngrit dhe u afrua në mikrofon. Ai shikoi përmes sallës, pa nënën e tij që po qante me lot lumturie, baban e tij që po pusqeshte me krenari, Antonion dhe Marian që po duartrokasnin me forcë. Të nderuar miq, filloi ai në italisht të rrjedhshëm. Unë qëndroj këtu sot jo si hero, por si një njeri i thjesht që ka pasur fat të takohet me njerëz të mrekullueshëm. Antonio dhe Maria më dhanë një shtëpi kur isha i humbur. Giuseppe më dha punën time të parë, dhe qyteti i Romës më ka dhënë një mundësi për të ndërtuar një jetë të re. Ai bëri një pauzë, duke marrë frym thellë. Por kjo ceremoni nuk është vetëm për mua. Kjo është për të gjithë emigrantët që punojnë në heshtje, që kontribuojnë në këtë vend çdo ditë, që e duan Italinë ashtu siç e duan vendlindjen e tyre. Ne nuk kërkojmë shumë. Kërkojmë vetëm një mundësi, një trajtim me dinjitet, një vend për të quajtur shtëpi. Zëri i tij u bë më emocional. Dhe dua t'u them diçka të rëndësishme. Dashuria nuk njeh kufi. Humaniteti nuk njeh komplasie. Kur ne shohim njëri tjetrin si njerëz, jo si italian, shqiptar, sirianti apo afrikant, por thjesht si njerëz, atëherë ne krijojmë një botë ku të gjithë mund të lulëzojnë. Publiku shpërtheu në duartrokitje. Disa njerëz kishin lot në sy. Arbeni vazhdoi. Faleminderit Roma, faleminderit Itali. Ju më keni dhënë një shtëpi dhe unë do t'ju jem gjithmonë mirënjohës. Dhe nëse historia ime mund të ndihmoj, qoftë edhe një person të shohë emigrantët në një dritë më njerëzore, atëherë çdo gjë që kam kaluar ja ka vlerën. Kur Arbeni zbriti nga podiumi, Antonio dhe Maria ishin të parët që e përqafuan. Ne jemi kaq krenar për ty, përshpëriti Maria. Atë mbrëmje, pasi ceremonia kishte mbaruar dhe mysafirët kishin larguar, Arbeni ul në dhomën e tij dhe vendosi të shkruante një letër. Jo për dikë specifik, por për çdo kush që mund ta lexonte në të ardhmen. Të dashur lexues, shkroi ai në shqip, gjuhën e zemrës së tij. Nëse po lexoni këto fjalë, ndoshta jeni duke kaluar një moment të vështirë. Ndoshta jeni larg shtëpisë, larg atyre që doni, duke u përpjekur të ndërtoni një jetë të re në një vend të huaj. Ose ndoshta jeni dikush që po përpiqet të kuptojë se çdo të thotë të jesh emigrant. Dua t'ju them diçka që kam mësuar përmes udhëtimit tim. Jeta nuk është e lehtë për askënd. Secili prej nesh ka luftrat e veta, sfidat e veta, dhimbjet e veta. Por ajo që na përcakton nuk është se sa herë bie, por sa herë ngrihemi përsëri. Kur unë arrita në Itali nuk kisha asgjë përveç shpresës dhe vendosmërisë. Kalova ditë kur ndjeja se doja të dorëzohesha, kur mallja për familjen ishte aq e fortë sa që mezi mund të merrja frym. Por vazhdova sepse e dija se dikush mbështete tek unë, se sakrificat e mia do të kishin kuptim. Dhe ajo që zbulova ishte se bota është plot me njerëz të mirë, njerëz si Giuseppe, si Antonio dhe Maria, si ata që më ndihmuan kur kisha më shumë nevojë. Por këta njerëz shfaqen vetëm kur ne vetë jemi të gatshëm të jemi të mirë, të jemi të ndershëm, të jemi njerëz të vlerës. Pra, këshilla ime për ju është kjo: mos u dorëzoni kurrë. Punoni fort,
Jeni të ndershëm, trajtoni të tjerët me respekt. Dhe kur mundësia vjen, kur dikush ka nevojë për ndihmën tuaj, jepeni atë me zemër të hapur, pa pritur asgjë në këmbim. Sepse në fund, ne nuk kujtohem për sa para kemi pasur, për sa suksesshëm kemi qenë në një kuptim material. Kujtohem për dashurinë që kemi dhënë, për njerëzit që kemi ndihmuar, për ndikimin pozitiv që kemi pasur në botë. Jetoni me zemër të hapur, jetoni me guxim dhe mos harroni kurrë se pavarësisht se nga vini, ju meritoni dinjitet dhe respekt. Me dashuri, Arben Muça. Vitet që pasuan ishin vite pjellore për Arbenin. Ai u bë një figurë e respektuar në komunitetin e emigrantëve në Rom. Qendra që ai ndihmoi të themelohej u bë një vend ku qindra emigrant gjetën mbështetje, këshilla, mundësi pune dhe një ndjenjë të përkatësisë. Arbeni punësoi një ekip të vogël, shumica prej tyre emigrantë si ai, dhe së bashku krijuan programe që ndihmonin njerëzit të mësonin italishten, të merrnin trajnimet profesionale dhe të integrohen në shoqërinë italiane duke ruajtur identitetin e tyre kulturor. Integracioni nuk do të thotë të harrosh se nga vjen, thoshte ai shpesh në prezantimet e tij. Do të thotë të gjesh një ekuilibër midis vlerave që sjell nga kultura jote dhe vlerave të vendit që të pret. Do të thotë të ndërtosh ura, jo mure. Motrat e tij, Era dhe Linda, përfunduan studimet me nota të shkëlqyera. Era u bë mjeke dhe filloi të punonte në një spital në Tiranë, ndërsa Linda studioi arkitekturë dhe punoi në projekte që ndihmonin në zhvillimin urban të Shqipërisë. Të dyja akreditonin suksesin e tyre te sakrifica e vllait të tyre. Pa Arbenin ne nuk do të ishim këtu sot, tha Era në një intervistë për një gazetë shqiptare. Ai sakrifikoi ka shumë që ne të kishim mundësi. Tani është radha jon të japim diçka mbrapsht. Por jo çdo gjë ishte e lehtë. Me kalimin e viteve, Antonio dhe Maria vazhdonin të plakeshin. Shëndeti i tyre bëhej gjithnjë më delikat dhe Arbeni u bë kujdestari i tyre më i devotshëm. Në moshën 94 vjeç, Antonio filloi të humbas kujtesën. Donjëherë nuk e njihte Arbenin, donjëherë pyeste për njerëz që kishin vdekur prej vitësh. Maria, edhe pse më e qartë mendorisht, po dobësohej fizikisht. Arbeni i kujdesej për ta çdo ditë. Ai ndihmonte të veshen, t'u jepte ilaçet, të gatuante dhe të ushqeheshin. Në mbrëmje, ai u lexonte histori ose thjesht ulej me ta duke mbajtur duart e tyre. Ti nuk duhet të bësh kaq shumë për ne, Arben, i tha Maria një ditë, me lot në sy. Ne jemi barr për ty. Arbeni e mori dorën e saj dhe e puthi butësisht. Signora Maria, ju nuk jeni kurrë barr, ju jeni familja ime, dhe familja kujdeset për njëri tjetrin. Kjo është ajo që ju më mësuat. Në një mëngjes të qetë pranvere, Antonio vdiq në gjumin e tij. Ishte një vdekje e qetë, pa dhimbje, sikur thjesht kishte vendosur se ishte koha të pushonte. Arbeni ishte atje, duke mbajtur dorën e tij kur ndjeu frymën e fundit. Ai qau për njeriu që i kishte dhënë kaq shumë, që i kishte trajtuar me dinjitet kur të tjerët nuk e bënin, që e dashte si bir. Funerali ishte i mbushur me njerëz, fëmijët e Antonios, miqt, fqinjët dhe dhjetra emigrantë që Arbeni kishte ndihmuar për gjatë viteve, të cilët erdhën për t'i dhënë respektin e fundit një burri që jetoi me zemër të hapur. Antonio ishte një njeri i mirë, tha Arbeni në fjalimin e tij funeral. Ai më mësoi se humaniteti nuk ka kufi, se dashuria është më e fortë se çdo gjë. Ai do të jetoj përgjithmonë në zemrën time. Maria e mbijetoi Antonion për vetëm 8 muaj. Pas vdekjes së bashkëshortit të saj, ajo duket sikur një pjesë e saj kishte ikur gjithashtu. Edhe pse Arbeni e kujdesej për të me përkushtim, ajo ngadalë po shuhej. Një ditë, ndërsa Arbeni po i lexonte një libër, Maria e ndërpreu duke e shikuar thellë në sy. Arbeni dashur, tha ajo me zë të dobët. Ti ke qenë bekimi më i madh në vitet tona të fundit. Zoti të dërgoi ta ne për një arsye, dhe ne të falenderojmë për çdo moment. Signora Maria, ju jeni gjithçka për mua, ju përgjigj Arbeni duke mbajtur lotët. Premtom diçka, vazhdoi ajo. Premtom se do të vazhdosh të jetosh me zemër të hapur, se do të vazhdosh të ndihmosh të tjerët, se do të vazhdosh të jesh buri i mrekullueshëm që je. Premtom se do të jesh i lumtur. E premtoj, tha Arbeni, duke qarë hapur tani.
Maria buzëqeshi, mbyll syt dhe brenda pak orësh ajo u bashkua me Antonion. Siç kishin premtuar, Antonio dhe Maria i lanë Arbenit shtëpinë e tyre. Ishte një dhuratë e paçmuar, jo vetëm fizikisht, por emocionalisht. Ajo shtëpi përfaqësonte dashurinë, mikpritjen dhe vlerat që ata kishin personifikuar. Arbeni vendosi ta kthente atë shtëpi në diçka të veçantë. Ai e transformoi një pjesë të saj në një qendër të vogël pritjeje për emigrantët e rinj që vinin në Itali, një vend ku mund të qëndronin përkohësisht, të merrnin këshilla dhe të ndiheshin të mirëpritur. Kjo është mënyra ime për të nderuar kujtimin e Antonios dhe Marias, shpjegoi ai gjatë hapjes ceremoniale. Ata më dhanë një shtëpi kur kisha nevojë. Tani unë dua t'ua jap të njëjtën mundësi të tjerëve. Dhoma ku Antonio dhe Maria kishin fjetur u kthye në një bibliotekë të vogël me libra në shumë gjuhë. Kopshti që Arbeni kishte kujdesur me kaq dashuri për vite, u bë një vend për tubime komunitare, për festime kulturore, për momente shpirtërisht. 5 vjet pas vdekjes Antonios dhe Marias, Arbeni vendosi të kthehej në Shqipëri për një vizitë. Nuk kishte qenë atje për gati 10 vjet dhe ndjente se ishte koha të rikontaktonte me rrënjët e tij. Kur avioni u ul në Tiranë, ai ndjeu një emocion të thellë. Ajri, era, gjithçka e kujtonte fëmijërinë e tij, rininë e tij, vendin që do të dashuronte përgjithmonë. Prindrit e tij kishin vendosur të kthehen në Shqipëri pas disa vitesh në Itali. Ata e donin Romën, por zemra e tyre ishte në malet e Thethit. Arbeni i vizitoi aty dhe ribashkimi ishte i ëmbël. Fshati kishte ndryshuar, kishte rrugë më të mira, elektricitet më të qëndrueshëm, njerëz më të rinj që po ktheheshin duke parë mundësi të reja, por thelbi mbete i njëjtë. Malet madhështore, njerëzit e ngrohtë, natyra e egër dhe e bukur. Bir, ti kur nuk e harrove nga erdhe, i tha babai i tij një mbrëmje ndërsa ulën së bashku pranë zjarrit. Kjo është ajo që na bën krenar më shumë se gjithçka. Arbeni buzëqeshi. Nuk mund të harroj baba, kjo është pjesë e atij që jam. Por gjithashtu jam italian në zemër. Kam 2 shtëpi tani dhe e dua të dyja. Gjatë vizitës së tij, Arbeni mbajti fjalime në disa shkolla dhe universitete në Tiranë dhe qytete të tjera. Ai tregoi historinë e tij, por gjithashtu dha këshilla të rinjve shqiptar. Nëse zgjidhni të emigroni, bëjini me dinjitet, u tha ai. Përfaqësoni vendin tuaj me krenari, punoni fort, jini të ndershëm, kontriboni në vendin që ju pret, por mos harroni kurrë se nga vini. Dhe kur të jeni në gjendje, kthehuni dhe ndihmoni vendin tuaj të rritet. Jeta kishte edhe surpriza të tjera për Arbenin. Në moshën 40 vjeç, ai takoi Sofian, gruan që kishte qenë asistente sociale dhe me të cilën kishte punuar për vite në qendrën e emigrantëve. Ajo ishte një grua e mrekullueshme, plot me zemër, inteligjente dhe të përkushtuar ndaj të njëjtave vlera si Arbeni. Ata filluan të kalojnë më shumë kohë së bashku dhe ngadalë dashuria lulëzoi. Sofia e kuptonte Arbenin në një mënyrë që pak njerëz e bënin. Ajo e kishte parë atë në momentet e tij më të vështira dhe më të suksesshme. Ti je burri më i mirë që kam njohur, i tha ajo një mbrëmje, dhe do të ndjehem e privilegjuar të ndërtoj një jetë me ty. Ata u martuan në një ceremoni të thjeshtë por të bukur, në kopshtin e shtëpisë që dikur kishte qenë e Antonios dhe Marias. Ishin të pranishëm familja e Arbenit nga Shqipëria, komuniteti i emigrantëve që ai kishte ndihmuar dhe shumë miq italian. Antonio dhe Maria do të kishin qenë kaq të lumtur të shihnin këtë ditë, than prindrit e Arbenit, duke qarë me lot gëzimi. 2 vjet më vonë, Sofia lindi një djalë. E quajtën Antonio, në nder të burrit që kishte ndryshuar jetën e Arbenit, dhe pas tij një vajzë të cilën e quajtën Maria. Një ditë dimri, shumë vite më vonë, Arbeni u ul në të njëjtin balkon ku kishte ulur Antonio dhe Maria për kaq shumë vite. Ai ishte tani një burr i mesëm me pak fije të bardha në flok, por me syt ende plot me dritën e shpresës. Djali i tij, Antonio i vogël, po luante në kopshtin ku dikur Arbeni kishte punuar me kaq përkushtim. Vajza e tij, Maria e vogël, po lexonte një libër në dhomën e brendshme. Sofia erdhi dhe u ul pranë tij, duke i dhënë një filxhan çaji të ngrohtë. Në çfarë po mendon?
pyetja jo. Arbeni buzëqeshi. Po mendoj se sa e çuditshme dhe e mrekullueshme është jeta. Se si një vendim. Vendimi për të lënë shtëpinë dhe për të kërkuar një jetë më të mirë mund të çojë në një udhëtim kaq të jashtëzakonshëm. Gje pënduar ndonjëherë? Pyeti Sofia. Asnjëherë. Ju përgjigj Arbeni me njëherë. Çdo vështirësi, çdo sakrificë, çdo moment dyshimi, të gjitha kanë çuar në këtë moment, në këtë jetë që kam ndërtuar. Kam një familje të mrekullueshme, një qëllim që më jep kuptim dhe njohuritë se kam bërë diçka pozitive në botë. Ai shikoi në kopshtin ku fëmijët e tij po luanin. Antonio dhe Maria më mësuan se dashuria nuk ka kufi, se humaniteti është gjua universale që ne të gjithë flasim nëse zgjedhim ta bëjmë. Dhe tani, është përgjegjësia ime t'ua mësoj këtë fëmijëve të mi dhe të vazhdoj ta përhap këtë mesazh sa më shumë që të mundemi. Sofia e puthi në faqe. Ti tashmë e ke bërë këtë Arben, je ndikuar në mira jetë. Një javë më vonë, Arbeni u ftuar për të folur në një konferencë ndërkombëtare për emigracionin në Bruksel. Ishte një audiencë e madhe, politikan, aktivist, emigrant, akademik. Kur erdhi radha e tij për të folur, Arbeni u ngri dhe u afrua në podium. Ai shikoi përmes sallës dhe mori frymthell. Të nderuar pjesëmarrës, filloi ai, historia ime nuk është unike. Ka miliona njerëz si unë, njerëz që kanë lënë shtëpitë e tyre në kërkimin e një jete më të mirë, që kanë kaluar vështirësi të paimagjinueshme, që kanë kontribuar në vendet që i kanë pritur. Ai bëri një pauzë. Por ajo që është unike është se historia ime tregon diçka që shpesh harrojmë, se emigrantët nuk janë probleme për t'u zgjidhur, janë njerëz për t'u pritur. Janë kontributor, pioner, ndërtues të urave midis kulturave. Zëri i tij u bë më i fortë. Kur një shoqëri shikon emigrantët me dyshim dhe frikë, ajo humb mundësi të paçmuara. Por kur një shoqëri pret me dinjitet dhe u jep mundësi, ajo pasurohet, ekonomikisht, kulturalisht, shpirtërisht. Ai shikoi drejt për drejt në kamerën që po transmetonte fjalimin e tij në të gjithë botën. Mesazhi im për të gjithë ata që po më dëgjojnë është ky. Nëse jeni emigrant, mos u dorëzoni kurrë. Jeni të fortë, punoni fort, jeni të ndershëm dhe mbani lidhjet me rrënjët tuaja. Ju jeni heronit e heshtur të kësaj bote. Dhe nëse nuk jeni emigrant, ju lutem, hapeni zemrën tuaj. Shikoni përtej stereotipeve, njihuni me njerëzit, dëgjoni historitë e tyre, sepse në fund, ne të gjithë jemi qenie njerëzore që kërkojmë të njëjtën gjë. Dashuri, respekt dhe një vend për t'i quajtur shtëpi. Publiku ngrit në këmbë dhe i dha një duartrokitje të gjatë. Disa kishin lot në sy. Vite më vonë, kur Arbeni ishte bërë njeriu 10 vjetër, ai ul me niprit e tij dhe u tregoi historinë e tij. Historinë e emigrantit shqiptar që kishte lënë gjithçka për të kërkuar një jetë më të mirë, që kishte shpëtuar 2 jetë nga zjarri, që kishte ndërtuar ura midis kulturave. Gjyshi, a ke pasur ndonjëherë frikë? Pyeti një nga nipët. Arbeni buzëqeshi. Patjetër që kisha frikë, por mësova se guximi nuk është mungesa e frikës, është zgjedhja për të vepruar edhe pse ke frikë. Dhe çfarë është gjëja më e rëndësishme që ke mësuar në jetën tënde? Pyeti një tjetër. Arbeni mendoi për një moment, pastaj tha, gjëja më e rëndësishme që kam mësuar është se dashuria është forca më e fuqishme në botë. Jo parat, jo fama, jo pushteti. Dashuria. Dashuria për familjen, për miqt, madje edhe për të huajt që takojmë përgjatë rrugës. Kur jetojmë me dashuri, ne transformojmë jo vetëm jetën tonë, por edhe jetën e të tjerëve. Atë mbrëmje, pasi nipërit kishin shkuar, Arbeni doli në balkonin e shtëpisë së tij. Shtëpia që Antonio dhe Maria i kishin lënë, shtëpia që ishte bërë një simbol i shpresës për kaq shumë njerëz. Ai shikoi në yjet që shkëlqenin në qiellin e errët të dimrit dhe buzëqeshi. Kishte jetuar një jetë të plot, një jetë me kuptim, një jetë që kishte prekur zemrat e mira njerëzve. Faleminderit, përshpëriti ai në errësirë. Falenderim për prindrit e tij që i kishin dhënë vlera, për Antonion dhe Marian që i kishin dhënë dashuri, për Shqipërinë që i kishte dhënë identitet dhe për çdo person që kishte qenë pjesë e udhëtimit të tij.
dhe në atë moment, Arbeni e dinte se ishte vërtet I bekuar. Miq të dashur, kjo ishte historia e Arben Muçës, emigrantit shqiptar që u bë hero në Itali, jo sepse kërkoi famë, por sepse jetoi me vlera që të gjithë ne duhet të aspirojmë: guxim, dashuri, besnikëri dhe humanizëm. Historia e Arbenit na mëson disa mësime të rëndësishme që duhet I mbajmë në zemër. 1. Kurrë mos u dorëzo. Pavarësisht se sa të vështira duken rrethanat, ka gjithmonë shpresë. Ditët më të errta vijnë pikërisht para agimit. Nëse Arbeni do të ishte dorëzuar në ato ditë të para në Itali, kur gjithçka dukej e pamundur, ai kurrë nuk do të kishte jetuar jetën e mrekullueshme që jetoi. 2. Dashuria nuk ka kufi. Antonio dhe Maria nuk e shikuan Arbenin si një emigrant të huaj, e shikuan si një qenie njerëzore, si një antar të familjes. Kjo na kujton se humaniteti ynë duhet të kalojë përtej kombësive, gjuhëve dhe kulturave. 3. Çdo vepër e mirë kthehet. Arbeni I shërbeu Antonio dhe Marian me zemër të pastër, pa pritur asgjë në këmbim, dhe kur ai kishte nevojë, ata ishin atje për të. Kur ai shpëtoi jetën në universi ja ktheu bekimet në mënyra që nuk mund të imagjinonte. 4. Je më shumë se sa nga vjen. Arben nuk u përcaktua nga fakti që ishte emigrant. U përcaktua nga karakteri I tij, nga veprimet e tij, nga zemra e tij. Kjo është e vërtet për ne të gjithë. Origjina jon është pjesë e identitetit ton, por nuk na kufizon për atë që mund të bëhemi. 5. Përdore suksesi për të ndihmuar të tjerët. Kur Arbeni u bë I suksesshëm, ai nuk e harroi nga kishte ardhur. Ai përdori pozicionin e tij për të ndihmuar emigrant të tjerë, për të ndërtuar ura për të përhap dashurinë që kishte marrë. Kjo është trashëgimia e vërtet. Thirrje për ju, të dashur shikues. Tani që keni dëgjuar historinë e Arbenit, ju ftoj të reflektoni. A ka dikush në jetën tuaj që ka nevojë për ndihmën tuaj? A keni gjykuar ndonjëherë dikë pa I njohur historinë e tij? Çfarë mund të bëni sot për të qenë më të dashur, më bujar, më njerëzor? Lërini mendimet tuaja në komente. Tregoni nëse kjo histori ju ka prekur. Ndani eksperiencat tuaja të emigracionit ose të takimit me njerëz nga kultura të ndryshme. Le të krijojmë një komunitet këtu, ku festojmë humanizmin dhe dashurinë. Dhe mos harroni, shtypni butonin e pëlqimit nëse kjo histori ju prek, abonohuni në kanal për më shumë histori frymëzuese si kjo, dhe ndajeni me miqt dhe familjen tuaj. Secili që dëgjon këtë histori mund të frymëzohet për të bërë diçka të mirë në botë. Në një botë që shpesh duket e ndarë, ku njerëzit janë të ndarë sipas kombësive, fesë, gjuhës, historia e Arbenit na kujton se në thellësi ne të gjithë jemi njësoj. Të gjithë duam të duhet, të gjithë duam të respektohemi, të gjithë duam një jetë me kuptim. Prandaj, le të jetojmë si Arbeni, me zemër të hapur, me guxim të pamposhtur dhe me dashurinë si kompas që na udhëheq përgjatë jetës. Faleminderit që ishit këtu, faleminderit që dëgjuat, dhe mos harroni, çdo ditë është një mundësi për të qenë heroi I dikujt tjetër. Deri në videon tjetër, qëndroni të bekuar, qëndroni të dashur dhe vazhdoni të ndërtoni ura, jo mure. Me dashuri dhe respekt, nga ekipi ynë për ju të gjithë.